Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga tensioni i lartë, mos i fusni në gojë këto ushqime. Ushqimi i parë për personat me hipertension që duhet të evitohet është kripa. Duke ditur se kripa ndikon në tensionin e lartë të gjakut, ato duhet të evitohen sa më shumë që të jetë e mundur, pasi mund të ndikojnë në përkeqësimin e simptomave të trupit tuaj dhe të krijojë gjithashtu edhe probleme në theksimin e shëndetit të përgjithshëm. Duke ditur se kripa ndikon në tensionin e lartë, atëherë nga dieta juaj duhet jeni të treguar më të kujdesshëm me përdorimin e saj edhe në shëndetin e përgjithshëm. Kufizimi i përdorimit të ushqimeve të kripura bëhet duke analizuar përshkrimin e përmbajtjes së ushqimeve të caktuara. Sipas ushqimeve të tilla të cilat përmbajnë sasi të lartë të kripës, ju duhet të evitoni ato sa më shumë nga dieta juaj, pasi mund të ndikojnë në përkeqësimin e niveleve të tensionit. Gjithashtu, sipas ekspertëve të Eating Well, duhet të jeni dorështrënguar me përdorimin e kripës në gatimet tuaja, për të përmirësuar kështu edhe nivelet më të shëndetshme të imunitetit tuaj. Konsumi i tepërt i sodiumit mund të ngushtojë venat e gjakut dhe të rrisë ndjeshëm tensionin e gjakut, që do të sjellë ndikime të drejtpërdrejta në imunitet dhe krijimin e shqetësimeve të forta në këtë aspekt. Do të befasoheni se sa shumë sodium përmbajnë ushqimet të paketuara, ka cituar dietologja Mary Ellen për New York. Ajo i ka këshilluar njerëzit të përgatitin vetë ushqimet në shtëpi e të bëjnë shpesh këtë në mënyrë që të mos blejnë produkte të cilat janë të pasura me sasi të tepërta të kripës. Siç e dini, konsumi i tepërt i kripës në shëndetin tuaj mund të krijojë shqetësime të drejtpërdrejta jo vetëm në tensionin e gjakut, por edhe në shqetësime të tjera të imunitetit tuaj. Një shuajtje e ushqimeve të shpejta mund të përmbajë për shembull rreth 1300 mg me krip, gati sa totali i asaj që lejohet të konsumohet gjatë gjithë ditës. Për njerëzit me tension të lartë, The American Heart Association rekomandon të mos konsumoni më shumë se 1500 mg krip në ditë. Dhe pas konsumit të 1000 mg në ditë, mund të përmirësoni tensionin e zemrës dhe të ndikoni pozitivisht edhe në shëndetin tuaj. Nëse doni të mos shqetësoheni nga këto ndryshime të drejtpërdrejta të imunitetit tuaj, atëherë nuk duhet të kaloni më shumë se 1500 mg krip në ditë. Për personat me hipertension është e rekomandueshme që të konsumojnë më shumë fruta, perime dhe gjithashtu element që përmbajnë sasi të lartë të kaliumit. Për personat me hipertension rekomandohet të konsumoni më shumë fruta dhe perime, për të evituar kështu edhe komplikacionet që mund të vinë nga sasia e tepërt e kripës. Ushqimet e pasura me kalium janë thjerrzat, kumbullat, bananet, fasulet, portokalli, kivi, kungujt, karrotat, patatet, bulmeti me pak yndyrë dhe kefiri. Strategjitë të tjera të përmirësimit të tensionit të gjakut është aktiviteti i rregullt fizik. Gjithashtu, duhet të mos konsumoni duhan, të menaxhoni stresin dhe gjithashtu të mbani nën kontroll peshën tuaj fizike. Duke ndjekur këto hapa, do ta keni më të lehtë të përmirësoni nivelet tuaja të tensionit. Ushqyerja e shëndetshme është një nga mënyrat efikase për uljen e tensionit të lartë të gjakut. Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës për uljen e niveleve të tensionit. Ky vakt përcaktohet në mbarvajtjen e funksioneve të organeve, mbron zemrën, por edhe energjinë që nevojitet trupit. Nëse dëshironi të ulni tensionin e lartë të gjakut, atëherë duhet të shtoni sa më shumë produkte natyrale në dietën tuaj, të cilat do të luajnë një rol pozitiv në menaxhimin e niveleve të tensionit. Shumica prej ushqimeve janë të pasur me kalium, një mineral shumë i domosdoshëm dhe i dobishëm për menaxhimin e situatës suaj. Për të ndihmuar në këtë aspekt, ekspertët kanë këshilluar që në dietën tuaj të filloni gjithashtu edhe me këto produkte ushqyese. Një prej ushqimeve më të mira për personat që vuajnë nga luhatjet e tensionit që mund ta konsumojnë në mëngjes është edhe përfshirja e tërshërës. Tërshëra është shumë e pasur me fibër dhe ju mban të ngopur dhe gjithashtu frenon edhe ushqyerjen e tepërt. Nëse e mbani tërshërën në ujë gjatë natës, në mëngjes do të përfitoni në maksimum prej vlerave të saj. Tërshëra mund të pasurohet gjithashtu me fruta,
arror me fara dhe mjalt, dhe kështu do të ndikojë pozitivisht në menaxhimin tuaj të niveleve të hipertensionit. Një tjetër produkt pozitiv për personat që vuajnë nga hipertensioni është edhe kosi. Kosi dhe qumshti janë burime të shkëlqyera të kalciumit, një prej mineraleve më të nevojshme për uljen e tensionit të gjakut dhe marrëvajtjen e niveleve të tij. Të dhënat Healthline këshillojnë konsumin e kosit të shtëpisë dhe pasurimit të tij me fruta natyrale dhe mjalt për të konsumuar në mëngjes për të ndihmuar dukshëm në nivelet tuaja të hipertensionit. Edhe frutat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj. Pasurimi i dietës suaj me këto fruta do ju ndihmojë gjithashtu në stabilizimin e niveleve të hipertensionit. Është e vërtetë se frutat kanë sheqer që vjen në formën e fruktozës, por ato gjithashtu do të përmbajnë edhe fibra, të cilat ju ndihmojnë shumë me mineralet dhe vitaminat e tyre që i përmbajnë me shumicë. Pasurimi i dietës suaj me këto produkte do të ndikojë pozitivisht në menaxhimin tuaj të niveleve të hipertensionit. Farrat gjithashtu duhet të jenë pjesë e rëndësishme e dietave tuaja. Farat e kungullit, farat e lirit dhe ato chia ofrojnë përfitime të shumta shëndetësore nëse ju i konsumoni ato rregullisht. Kështu do të sillni përfitime maksimale për shëndetin tuaj në menaxhimin e këtyre shqetësimeve. Barishtet e egra janë një zgjidhje tjetër ushqyese për shëndetin tuaj kundër problemeve të hipertensionit dhe problemeve tuaja shëndetësore. Barishtet e egra, si spinaqi, rukola, sallata jeshile, janë të pasur me kalium. Spinaqi mund të hahet në mëngjes ose i kombinuar me vezë ose me kos ose i përzier në mikser me produkte të tjera. Dhe përfitimet kryesore që do t'i ofrojnë në shëndetin tuaj do ta bëjnë atë një nga elementët më të veçantë ushqyes. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë produkte natyrale për dietën tuaj, për të ndihmuar kështu edhe në menaxhimin më të mirë të niveleve të hipertensionit. Tensioni i lartë i gjakut mund të mbahen në kontroll përmes produkteve sa më natyrale të dietës suaj, ku mund të shtoni gjithashtu edhe frutat e pyllit, element ushqyes të rëndësishëm për dietën e përgjithshme. Luleshtri dhe boronicat manaferat mund të ndihmojnë në dukshëm në uljen e niveleve të tensionit të gjakut. Ato janë të pasur me flavonoide, substanca këto që relaksojnë enët e gjakut dhe përmirësojnë gjithashtu qarkullimin e tij. Nëse doni të përmirësoni dietën tuaj me produkte natyrale dhe të menaxhoni më lehtë nivelin e hipertensionit, në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe avokadon. Një zgjidhje e mirë për të luftuar tensionin e lartë të gjakut. Avokadot janë të pasur me kalium, minerale kyçe që ndihmojnë veshkat të filtrojnë lëngjet dhe të ulin kështu edhe presionin e lartë të gjakut. Selinoja është një tjetër produkt i rëndësishëm për dietën tuaj, që mund të sjellë rezultate të kënaqshme në menaxhimin e niveleve të hipertensionit. Koriandër është një tjetër zgjidhje e duhur për shëndetin tuaj, që do të sjellë rezultate të mira në menaxhimin e niveleve të hipertensionit. Kjo erëzë gjithashtu ndihmon në uljen e niveleve të tensionit të gjakut. Ajo ka veti të mira diuretike në trup dhe ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga tensioni i lartë. Ushqimet jeshilliqe gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë për nivelet e hipertensionit. Përveç konsumit të këtyre ushqimeve duhet të bëni gjithashtu edhe ndryshime të mira në mënyrën e jetesës dhe tensionit të lartë të gjakut dhe të kryeni shpesh aktivitet fizik dhe të shmangni ushqimet e përmbajtjes së lartë të kripës. Çelësi për të menaxhuar më mirë nivelin tuaj të hipertensionit është që dietën tuaj ta reduktoni në maksimum nga konsumi i kripës. Teprimi me krip mund të sjellë efekte negative për shëndetin tuaj. Prandaj, nëse doni ta keni më të lehtë të mbani nën kontroll nivelin e hipertensionit, atëherë kripa është një element që duhet të reduktohet me do e mos nga dieta juaj, pasi siç e dini, teprimi me të mund të krijojë edhe shqetësime të forta në imunitetin e përgjithshëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.